Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, në fjalën e tij në kuvend këtë të hënë, foli lidhur me protestat që po zhvillohen në vend. Balla tha se në fillim protesta kishte një kauzë të drejtë për mbrojtjen e mjedisit, por më pas u politizua. Mëtej Balla hodhi edhe akuza ndaj deputetit të Partisë Mundësia, Agron Shehaj, duke kërkuar sqarime për shitjen e një apartamenti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta kur nisi ishte diçka e bukur. Nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin, por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën soga si puna jote. Edhe si puna e këtij tjetrit, edhe si puna e Gones, edhe po ju kthej përgjigjen të dyve. Gone, përmes këtij tjetrit, sqaro se si mund të shesi një njeri një apartament 151 metra katror për 15 milion euro. Kaq. Por petat e byrekut po hapen, siç u hapën edhe historitë e përfshirjes së lloj-lloj balte, lloj-lloj llumi. Dhe një gjë duhet ta dini. Flamingot janë një zog shumë i pastër dhe nuk rrin me llumin, prandaj ikën nga ju. Balla replikoi edhe me deputetin Redi Muçi, duke i thënë se ka ardhur aksidentalisht në parlament pasi ka ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër.